Sot do e bëjmë një eksperiment për ta vërtetuar se a janë origjinal dy mjalta të blerë tek Lidl në Gjermani. Njëri shkruan që është bio, kurse tjetri nuk shkruan që është bio. Së pari do e bëjmë metodën me këtë metodë. Do e kthejmë mjaltin nga ana e pasme, dhe më thonë nga ana e prapme, dhe nëse mjalti shkon shpejt në alt, nëse ki ajri, dhe më thonë shkon shumë shpejt, atëherë mjalti nuk është origjinal. Shikoni kjo hapësira këtu. Të e kthejmë nga kjo ana që të shihet më mirë. Shikoni. Ja pra, duket pak e dyshimt. Po nuk është edhe shumë shpejt, po nuk është edhe shumë ngadalë që të themi 100% se është mjalt nga bletët. E pra kjo është bio, ashtu shkruan, ta shohim tash. Kjo pra është mjalti bio, kjo është mjalti jo bio, që kushton pak më lirë, dhe kjo që kushton pak më lirë duket sikur të jetë më shumë origjinal se ai. Mirë po, shikoni këtu shkon më ngadalë. Kjo është metoda e parë. Kurse metoda e dytë është kjo, do të hedhim pak mjalt, nga një lugë mjalt nëpër pjatat, dhe do e shikojmë se çfarë po ndodh. Pra, do hedhim një lugë mjalt, nga një lugë mjalt do e hedhim në pjatë, dhe do e shikojmë se çfarë po ndodh me mjaltin. Kjo një, dhe pastaj okej, e vëjmë edhe me tjetrin. Okej. Tash do i hedhim pak ujë dhe do e përzijim. Nëse mjalti përzihet me ujin, atëherë mjalti nuk është origjinal. E pra kjo është rezultati tek mjalti bio. Dhe vetë mund të vërtetoni. Të shohim tek mjalti tjetër që nuk është bio. Ja pra, mjalti nuk është përzier me ujin. Këto pra ishin dy metoda për ta vërtetuar se mjalti a është apo nuk është origjinal.